Kryeministri Nikola Gruevski gjatë pasditës së sotme vizitoi fshatin Poroj të Tetovës, me raste nga afër u njoftua lidhur me punimet që kryhen për ndërtimin e dy urave të cilat u dëmtuan në masë të madhe gjatë përmbyqjeve të fillim gushtit. Majori Vasili Mitevski nga batalioni i Xhenios, që edhe bën ndërtimin e këtyre urave, njoftoi kryeministrin Gruevski për përfundimin e ndërtimit të urës së 10 metra të gjatë, në të cilën përpos hapësirës për lëvizjen e veturave, ka edhe hapësirë për këmbësor dhe e njëjta mund të përballojë pesha deri në 4000 kg. Sipas majorit Mitevski, rreth 80% e urës është me material të ri dhe theksoi se gjatë punës së tyre, ushtarët kanë hasur edhe në ndihmës të madhe nga ana e popullatës lokale. Ai po ashtu e njoftoi kryeministrin Gruevski se ura tjetër, e cila është e gjatë 11 metra e gjysmë dhe e njëjta do të jetë gati për 10 ditë. Kryeministri Gruevski gjatë qëndrimit të tij në Poroj i informoi të pranishmit se Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim do të vazhdojë me aktivitetet për pastrimin e prurjeve të Rërës dhe Baltës në të dyja anët e rrugës rajonale Tetov-Jashinc. Rrugë kjo që pas përmbyqjeve për një javë të tërë ishte e mbyllur për qarkullim.